votimet edhe për kryetar edhe keni qenë konzistent votimet në qëndrimet tuaja në kuvend. Edhe keni abstenuar gjithmonë. Edhe kemi votu kundër zotit Basha me qenë kryetari i kuvendit. Edhe keni votuar kundër. Hera parë që pas neve Delimaj, pse kemi qytet ditë e keqe votimin e zotit Basha në takim me kurte të mbyllur? E kemi qytet dita më e keqe, votimi më i keq. E pat që ndodhi. Zoti Kurti të dielën më tha, po du me të informu edhe për ata u taku 10 minuta në ambientet e parlamentit, në ditën kur u votu qeveria. Edhe informata e shkom më thonë që po e largoj zotin Basha, për arsye që edhe ju keni marrë qëndrim, keni thonë që ato Basha nuk ka bashkëpunim, edhe po largojmë Bashën prej atyrit edhe nëse adi për çështje me lecu votën, na. Është falë për ty. Ti si të bëmë këtë punë për hotër temë, esë për favor, që për favor e kjo. Zoti Basha është turp me qenët. është turp edhe për ty. Pa jetën. Për favor, që anë favor ti për largon zotin Basha. O turp për shkak të asaj që ka bo. Dhe kaja se konsiderit turp e votoj. S'po flet për shpitje. 8 muaj, kush artë të shkallë të parlamentin e ka sha. Ato 48 është. U bo si një farë regulli, një prononcim bashkë kush vika të në kuvend. Në kanë fry, në kanë fundu. Lëdhe fjallë, ju e dini më mirë që kanë punë. Ne jemi përmbajtur, jo që s'kemi pas që kam ju thonë. Edhe që ma pirë kur të shanë, nëse kesh i keshni. Për pse kemi bo një punë? Pse jemi përë? Pse s'jemi marë? Pse kemi besuar? Jemi këtë bindu që veni ka më fillu në krizë, ka marë që gjendi ku është. Këta gjykimit e gjykatës kushtetuese na kanë dhënë drejt për qëndrimin tonë politik që kemi marrë. Marrëveshje politike, kompromis, ndryshe nuk zgjidhet punë. Marrëveshje politike, kompromis, nuk zgjidhet ndryshe. Shumica parlamentare kur nuk ka duhet mu bë me marrëveshje, me qetë partner. Dhe çka ndodhi? 9 muaj ditë. 9 muaj ditë, kurse kujdes që ka me pa buxhet. Nuk ka Ky që edhe presidentët. Kurse kujdes për sofrat që kam ju mungu ushqimi së që njeva sot. Ditën e fundit po foli për sofra, për ndjenjet e njerëzve, për pensionet, për rrugën e LTK-s. 9 vjetë, 9 muaj, ne kemi hishtu. Çka ndodhi? Që të është paradoksi. A po të në konismen të votu? Në të 9 muaj? Se po të votu kryetar kuvendi. Votojnë ata që na shoshin. Kryetar në kuvendit. A në keni po të votu? Jo. Askon nisë ma s'ka dhënë votë. Pse? I ka qëndru që ta e konsistense. Duhet marrëveshje politike. Marrëveshje politike. Regull është. Dhe marrëveshje politike, pasaj kur ti marrëveshje politike, dinë për kur po votan. Më lëk. A mos pas për dhe kjo një presion në kuptimin për të ullat standard, se unë kam kritiku jashtëzakonisht shumë, standardi që në zërën se nuk do të votojmë këte edhe pse ishte pa logjikshme. Qëndrim politike. Nuk është qëndrim politik, qëndrim politik së është. Nuk është qëndrim politik, gjithsesi. Mirë po, pse erdhi kjo? Erdhi si pasojë e presionit apo e mungesës së vizionit të zotit Krasniqi për nuk e di, po nuk herë mirë marr përgjegjësi për hapat e vet politik. Për besë nuk e di, po unë nga kënd vështrimi jam qëndrim politik nuk kushtoj. Qëndrimi politik ndryshë. Se dëgjosh, është sikur me ta qenë një drejtar në vogël hajde zënëm. A është lajthitje politike PDK-s ajo zoti Libaj? A është lajthitje politike PDK-s? Nuk du me komentua, e që du me thonë është tragedi votimi i Dimal Bashës. është hipokrizi pastaj. Me dhonë votën Dimal Bashës, është hipokrizi, me dhonë votën Dimal Bashës, edhe me shku në Hagë, e me thonë gjykata speciale, është kundër Kosovës, se për në qujnë ndërmarrje kriminale. A njërin që ka qujnë ndërmarrje kriminale, e ke votu, e ke bo kryetar kuvendi. A për dini për çka po flas. Çka është hipokrizi? Plus ti propozuar për ministrin kabinet. Hipokrizi. Ti si deputet, kjo është hipokrizi. Krahasimet. Dhe ky standard i dy fesh do të me marrë punë Kosovë. Ju jeni qytetarë të lirë. Ju i lejohet edhe me protestu, edhe me ndryshu qëndrimet, sepse nuk i votoni atje. Deputeti i Parlamentit të Kosovës, para se me dalë në protestë, ka obligim me kry detyrat e vetë në parlament. A keni kry detyrat e ju e parlament? Si e keni kry detyrat në parlament?